Mbreti Charles i Britanisë dhe anëtarë të tjerë të lartë familjes mbretërore ju bashkuan veteranëve dhe turmave të qytetarëve në një paradë madhështore ushtarake dhe një fluturim ajror në nisje të 4 ditëve përkujtimore për 80 vjetorin e ditës fitores në Europë. Qeveria britanike ka planifikuar një sër aktivitetesh në prag të përvjetorit të dorëzimit pa kushte të Gjermanisë naziste që hyri në fuqi me 8 maj të 45-s, një ditë që përkujtohet në shumë vende si dita e fitores ndaj fashizmit në Europë, përfshirë Francën, Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë. Festimet nisën të hënën në mesditë kur ora e Big Ben ra dhe u lexuan pjesë nga fjalimi historik i Winston Churchill në ditën e fitores. Aktori Timothy Spall, duke recituar fjalët e Churchill, tha: "Kjo është ora juaj, kjo nuk është fitoria e një partie apo klase, është fitoria e kombit të madh britanik." Më shumë se 1300 ushtarë britanik marshuan nëpër qendër të Londrës nga parlamenti drejt Buckingham Palace në sytë e mbretit Charles, mbretreshës Camilla, princit William, princeshës Kate, kryeministrit Keir Starmer dhe veteranëve të luftës së dytë botërore. Një moment domethënës ishte edhe pjesëmarrja e forcave të armatosura të Ukrainës që mbanin flamurin kombëtar blu dhe të verdhë, një gest i mbështetjes së vazhdueshme të Britanisë ndaj Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Në një letër të hapur drejtuar veteranëve, kryeministri Keir Starmer tha: "Dua që ta dini, i gjithë kombi është i frymëzuar nga përkushtimi juaj vetë sakrifikues. Këtë javë Britania do t'ju tregoj sa mirënjohës jemi, sepse pa shërbimin tuaj, liria, paqja dhe gëzimi që mishërojnë në këto festa nuk do t'ishin të mundura." Parada përfundoi me një shfaqje ajrore nga avion historik ushtarak dhe skuadra ajrore Red Arrows e forcave ajrore mbretërore të ndjekura nga balkoni i Buckingham Palace nga familja mbretërore, teksa turma me flamuj britanik ishin mbledhur poshtë për të parë spektaklin. Mbreti Charles dhe mbretresha Camilla pritën gjithashtu rreth 50 veteranë dhe qytetarë që përjetuan luftën në një çaj përkujtimor në Buckingham Palace. Të njëjtën gjë bëri kryeministri britanik Keir Starmer, i cili ofroi çaj për veteranët e luftës përpara Downing Street 10.